Rruga panoramike Shëngjin-Velipoj u inaugurua gjithashtu nga kryeministri Edi Rama gjatë fushatës elektorale të vitit 25. Ai e cilësoi këtë rrugë si segment që do të jepte hovë zhvillimit të turizmit, por në 8 dhjetor, edhe në këtë rrugë në një gjatësi prej 50 metrash, ka pasur rrëshqitje të trupit të rrugës, ndërsa aksi është bllokuar dhe lëvizja e mjeteve bëhet vetëm në një korsi për arsye sigurie. Rruga Shëngjin-Velipoj nisi të ndërtohej disa vite më parë me një kredi nga Bergh. Firma që ndërtoi aksin është kompania Gener 2, ndërsa janë mbikëqyrur nga JV Pace dhe Erald G SHPK. Shëmbja e rrugës ka ndodhur pikërisht në fshatin Baks Rjoll, aty ku banorët prej javësh protestojnë kundër ndërtimit të një resorti turistik, pikërisht nga kompania që mori 15 milion euro për ta ndërtuar këtë rrugë. Rrugët që përmendëm më sipër, në qarkun Dibër dhe Shkodër, kanë kushtuar më shumë se 400 milion euro. Dhe shumica prej tyre kanë vetëm pak muaj që janë inauguruar zyrtarisht. Por këtë rrugë, edhe pse kanë kosto marramendse, nuk kanë mundur të rezistojnë as periudhës së garancisë së punimeve, duke dëshmuar se shëmbjet në të ardhmen mund të jenë edhe më të rënda. Në total janë mbi 1.1 miliard euro investime në të gjitha rrugët që trajtuam sot në emision. Dhe përbashkët e shumicës dërmuese të tyre nuk janë vetëm shëmbjet. Por këtë rrugë janë ndërtuar gjatë kohës që Belinda Balluku drejton Ministrinë e Infrastrukturës, ndërsa kompanitë që i kanë ndërtuar janë po ato, shumë prej të cilave përmenden në dosjen e Ballukut dhe gjithashtu në këto momente janë duke u